Do thosha që 8 nga 10 njerëz me cilët kemi folur nuk pajtohen me konceptin tradicional të Zotit. Për çdo koncept i Zotit që ata kanë dhënë, është saktësisht ajo për të cilën flet Kurani i Shenjtë. A ke dëgjuar ndonjëherë diçka në rrjetet sociale apo ndonjë argument nga një ateist që ta ka bërë të mendohesh e ti thuash, o si ti përgjigjem kësaj? How do I respond to that? You urrej ata. Nothing. I hate them. Hate them. We all have our own. Ne të gjithë kemi mënyrën tonë të menduarit ose të besuarit në ndonjë energji. Në rregull, po jo që e shoh Zotin si një person specifik ose ashtu si e përshkruan feja. Po, Kurani i Shenjtë, që është libri i muslimanëve, nuk paraqet Zotin si një burr me mjekër në qiell. Ai thotë se çfarëdo që ka filluar këtë univers të tërë, çfarëdo force që ka nisur gjithë krijimin, ai është Zoti. Çfarëdo që kontrollon çdo grimc të këtij universi, ai është Zoti. Çfarëdo që të ka dhënë një zemër të mbushur me mirësinë, mëshirën, dashurinë dhe zemshurinë, ai është Zoti. Kjo është ajo që besoj unë. Po nuk do ta lidh këta me muslimanët, sepse pastaj ata e komplikojnë me dëshirën e tyre për t'i bërë të gjithë të besojnë atë që besojnë ata. Believe what they believe. The religion of Islam. Feja islame nuk më lejon kur të detyrojë dikë tjetër të pranojë besimin tim. Ka një thënie që Zoti i plotfuqishëm i tha profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk i plotson të drejtat që më takojnë mua, pra Zotit, unë do të fal, por nëse nuk i plotson të drejtat që u takojnë krijesave të mia, pra njerëzve të tjerë, unë nuk do të fal sepse ata varen nga ti që t'u plotësosh ato të drejta. Islami ka të bëjë me mua që të jetoj jetën time jo vetëm për vetveten, por për 8 miliard njerëzit me të cilët ndaj këtë hapësirë. Islami do të thotë që unë jetoj jetën time në mënyrën më vetmohuese. Doja vetëm të ndaja me ju sepse mendoj që ndihmon për të ndërtuar mirëkuptim. Yeah, thank you. Thank you very much. Shumë faleminderit. A beson në Zot? Unë nuk besoj. Por unë besoj në shkencë. E vetmja gjë që amerikanët kanë në lidhje me Zotin është kjo. Hej, duhet të besosh. Nuk mund të ta provojmë. Unë nuk mund ta pranoj këtë, më vjen keq. Në rregull, logjikisht duhet të ketë një shkak fillestar. Pikërisht ai shkak fillestar, çfarëdo që të jetë, ai është një përkufizim i Zotit. Pastaj dim se koha nuk mund të krijojë vetveten, hapësira nuk mund të krijojë vetveten, materia nuk mund të krijojë vetveten. Një gjë që nuk mund të krijojë vetveten duhet të shkaktohet nga diçka tjetër. Kjo do të thotë se gjëja që shkaktoi kohën është jashtë kohës, gjëja që shkaktoi hapësirën është jashtë hapësirës, gjëja që shkaktoi materien është jashtë materies, jo materiale, e përjetshme pra. Kjo është saktësisht përkufizimi i Zotit për cilin flet Kurani. Tani mund ta quash singularitet apo Zot, ai ekziston. Mendoj se logjikisht edhe ti do të pajtohesh me këtë. Mendoj se jam disi dakord me ty për këtë. Besoj se duhet të ketë diçka, amerikanët e quajnë Zot, ata kanë shumë gjëra rreth tij, me cilat unë tashmë nuk pajtohem, por besoj se ka diçka dhe ndoshta ti e shpjegove shumë bukur. Shumica e njerëzve me të cilët flasim, sinqerisht, nuk e mohojnë këtë version. Einsteini dhe shumica e shkencëtarëve të mëdhenj pajtohen me këtë besim në Zot. Mendoj se mund të them se nuk mund ta hedh poshtë këtë. Po, mendoj se ajo çfarë ti the është plotësisht e saktë. Islami nuk beson në ndonjë version fizik të Zotit. Islami thotë se gjëja që e filloi gjithë këtë është jashtëzakonisht e fuqishme dhe gjithashtu jashtëzakonisht inteligjente, sepse inteligjenca nuk mund të vijë nga jo inteligjenca. Dhe kështu Islami thotë, shiko, ne kemi vetëm një moment në këtë tokë. Gjej një moment për të kuptuar pse je këtu. Çfarë mendoni për këtë? I think it's beautiful. Më pëlqen, dua të them është e bukur, nuk ka si ti shmangesh. Mendoj se është shumë e këndshme, shumë si thua largpamse. Sort of like thinking it seems like, Më duket sikur ajo që the për Islamin mund të ndihmojë të jap një shtëpi për disa fëmijë. E kupton? Nëse ata pajtohen me atë që the, just have to learn more about it. Pika e parë që the, nuk e kisha dëgjuar kurrë më parë, është shumë e jashtëzakonshme. Cili është argumenti më sfidues që ke dëgjuar ndonjëherë nga një ateist? Ndoshta sepse nuk mund ta shohin Zotin. Pra ata nuk besojnë tek Zoti, sepse nuk mund ta shohin atë. A ke marrë ndonjë përgjigje për këtë? Jo. Çdo forcë, graviteti, elektromagnetizmi, forcat e forta e të dobta bërthamore, të gjitha këto forca të ndryshme janë të padukshme për syrin e lirë. Sa më shumë ngjitemi lart në shkallën e çdo force në univers, aq më e fuqishme bëhet forca dhe aq më e padukshme bëhet për syrin e lirë. Pra imagjino forcën pas asaj force, pastaj pas asaj force e më pas forcën më të lartë. Si mund të shihet ajo me syrin e lirë? How could it be seen by the naked eye? Po, shumë e vërtet.
Nëse të kërkoj të provosh dashurinë e personit që ty të do vërtet shumë, ti nuk do të marrësh një copë të dashurisë së tij dhe ta sjellësh në laborator. Pra kur ata pyesin, tregoje Zotin, kjo është ajo që po kërkojnë. Tregoma si duket aroma e asaj lule, dua ta shoh. Pra po bëjmë pyetjen e gabuar. Dëgjoj shumë njerëz që thonë, nëse Zoti ekziston, pse ndodhin gjëra të këqija? Dhe ka shumë gjëra të këqija që mund ndodhin tani. Cili është argumenti yt? Çfarë pengon dikë të thotë se Zoti nuk ekziston? Sepse nëse Zoti do të ekzistonte, pse po ndodhin gjëra të këqija? Pse po bëhen kaq shumë luftra në botë? Pra, kjo është një pikpyetje. A ke marrë ndonjë përgjigje për këtë? Në të vërtetë nuk kam marrë përgjigje. Okej. A mund ta provoj unë? Po. Njerëzit thonë, nëse Zoti është i gjithëmëshirshëm, pse e lejon të keqen? Por pyetja e vërtetë është, a ke ti vullnet të lirë? A i merr vetë vendimet e tua? Ti dhe unë besojmë se i marrim vetë vendimet tona. Nëse nuk do ta besonim, nuk do të kishte sistem ligjor, nuk do të kishte asnjë mjet llogaridhënie. Nëse dikush do të vinte dhe më ngulte një thik nga pas, unë nuk do të kisha as pak të drejtë të revoltohesha, sepse nuk do të kishte vullnet të lirë. Nëse besojmë se ka vullnet të lirë, kjo do të thotë se unë i marr vetë vendimet e mia. Jam përgjegjës për të keqen që unë shkaktoj në botë. Nëse jam përgjegjës për të keqen që shkaktoj në botë, pse ta fajsoj Zotin? Pra, ne duhet të fillojmë të marrim përgjegjësi për të keqen që shkaktojmë. Dhe në fakt, nëse marrim përgjegjësi, mund ta minimizojmë vuajtjen deri në 1% të 1%. Unë e di se nëse ha pica çdo ditë për 5 muaj dhe përfundoj në spital, nuk mund t'i them, "O Zot, pse më bëre të shëndoshem?" Po, ka fatkeqësi si tërmete, ku njerëzit vdesin, por nëse pyet për Zotin, atëherë duhet të pyesësh për gjithë pamjen, jetën e përteme. Ka një jetë tjetër. Çdo kush që përjeton diçka të tmerrshme në këtë jetë, Zoti do ta zhdëmtojë atë. Nëse ti dhe unë ndjejmë zemrim për atë foshnjë të gjorë që vdiq nën rënoja, si thua për atë që e vendosi mëshirën në zemrat tona, për atë që e filloi gjithçka? Mendon se ai nuk ndjen zemrim? Pra, kur pyet për Zotin, gjithmonë duhet të pyesësh për tërë pamjen. Nuk mund të marrësh një pjesë të orës si gjilporën dhe të thuash, kjo nuk tregua ka orën. E drejt, jam dakord me ty. Jam dakord me gjithçka që the, ka kuptim. Po, vullneti i lirë apo jo? Duhet të them, ne lejohemi të bëjmë çfarë të duam dhe është vendimi ynë të bëjmë mirë apo keq. Çfarë është ajo që ke dëgjuar nga ateistët që thonë, nëse Zoti ekziston, pse kjo, pse ajo? Më duket se në shumicën e rasteve kam dëgjuar që ata thonë se gjithçka që është krijuar shpjegohet nëpërmjet shkencës. Nuk ka nevojë për mrekullinë e Zotit e tjerë. Kjo është ajo që kam dëgjuar. Atëherë, nëse ti ke ndërtuar një shtëpi dhe unë marr të gjithë shkencëtarët që shpjegojnë për shembull drurin, betonin, çdo tull fizike, pra gjithçka me detaje, a do ta ndryshonte kjo faktin që ti e ndërtove shtëpinë? Jo. Atëherë, si e heq shpjegimi shkencor nevojen që dikush e ka krijuar universin? Ky është një argument i mirë. Jo i mirë, por shumë i mirë. Nuk e di si të vi ndërmend gjëra të tilla, por mua më pëlqeu.